Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Si të shdukim rrudhat për një ditë? Kjo mask i ka habitur të gjithë. Për shumë njerëz, rrudhat konsiderohen si krenari pasi që reflektojnë rrugën që keni ndjekur nëpër vite. Për disa të tjerë, rrudhat janë diçka që njerëzit do dëshironin t'i hiqnin qafe apo së paku t'i reduktojnë. Për këtë arsye, ne do të ndajmë me ju disa receta krejt natyrale të cilat mund t'ju ndihmojnë për t'i fshehur këto rrudha. Argani. Argani është një nga trajtimet natyrale më efektive që ndihmon lëkurën tuaj që të jetë e shëndetshme dhe njëkohësisht të shkëlqej. Po ashtu është një përbërës i fortë për të luftuar rrudhat, njollat dhe mangësitë në lëkurë. Maskë e bazuar në argan kundër rrudhave. Kjo maskë shumë e thjeshtë përgatitet në këtë mënyrë. Vendosni 2 lugë kos, 1 lugë mjalt dhe 12 pika vaj argani derisa ju të fitoni një pastë në blender. Përzieni mirë këta përbërës. Hapi i parë për ta përdorur këtë maskë është që të pastroni mirë hapësirat ku ju do ta aplikoni maskën. Më pas mund ta aplikoni në fytyrë, qafë, dekolte, duar, kudo që dëshironi. E lini të qëndrojë për gjysmë ore dhe e shpëlani me ujë të ngrohtë. Trajtimi me argan për sy dhe fytyrë. Hapësira përreth syve është shumë delikate dhe kërkon një trajtim të veçantë. Mund të përgatisni një krem të butë dhe ta aplikoni përreth syve. Merrni gjysmë gote bollgur, 2 lugë krem dhe 10 pika vaj argani. Përzieni këta përbërës dhe do të krijoni një pastë. E aplikoni në hapësirat përreth syve dhe fytyrës me lëvizje të buta qarkore. E lini të veprojë për plot 20 minuta dhe e shpëlani me ujë të ftohtë. Panxari për lëkurën. Panxari është një tjetër përbërës që ofron shumë veti pozitive për lëkurën. Parandalon rrudhat. Përbërësit e panxarit janë shumë efektive dhe veprojnë nëse e përfshini në maskën e përgatitur vetë. Rezultati do ta vëreni brenda një kohe shumë të shkurtër. Si ta përgatisni maskën? Për të përgatitur këtë maskë me panxar, një pjesë panxari të paqëruar duhet që ta hidhni në blender. Përzieni mirë dhe shtoni 2 lugë embrione gruri dhe 1 mjalt. Vazhdojeni me këtë përzierje derisa të arrijë masën e duhur dhe të gjithë përbërësit të bashkohen në një. Përzierjen e derdhni në një enë të mbyllur hermetike dhe e vendosni në frigorifer. Mund ta aplikoni dhe ta shpëlani me ujë të ngrohtë pas 20 minutash. Kajsitë dhe vetitë e tyre për trupin. Përveç se janë shumë të shijshme, kajsitë kanë veti të shumta për lëkurën dhe flokun. Për këtë arsye, shumë produkte natyrale i përmbajnë ato si përbërës, prandaj e rekomandojmë si maskë shtëpiake që ju mund ta përdorni në mbar trupin. Gjithashtu duhet të keni parasysh se duhet që t'i pastroni dhe t'i qëroni ato të cilat janë të pjekura, i prisni në rriska dhe i vendosni në blender dhe shtoni 1 lugë mjalt dhe 1 vaj ulliri. I përzieni të gjithë përbërësit në blender, më pas kremin e fituar e aplikoni në fytyrë, qafë dhe duar. E lini të veprojë për 20 minuta dhe e shpëlani me ujë të ngrohtë. Rrudhat janë një pjesë e paevitueshme e procesit të plakjes. Tek disa njerëz, rrudhat dalin përpara kohe kryesisht tek zona e syve, gojës dhe qafës. Rrudhat po ashtu shkaktohen jo vetëm nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por edhe nga dotja, ekspozimi në diell, mungesa e vitaminës D3, përdorimi i tepërt i produkteve kozmetike, ndryshimi i kremrave dhe sigurisht duhani. Rrudhat munden që të zbehen, shmangen dhe të mbahen nën kontroll vetëm me disa trajtime natyrale. Në këtë video ju do të mësoni për disa prej kurave më të mira
natyrale kundër rrudhave. Vaj i arrës së kokosit. Me këtë vaj, ju mundet që të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhit, ju mund ta mbani vajin në lëkurë për gjithë natën. Kura duhet përsëritur çdo mbrëmje. Vaji i arrës së kokosit i jep lëkurës një shkëlqim natyral dhe gjithashtu i zbeh rrudhat. Vitamina E. Kapsulat e vitaminës E ju mundet që t'i blini në farmaci dhe të përdorni disa prej tyre për çdo mbrëmje. Vitamina në formë vajore duhet aplikuar në zonën e rrudhave dhe duhet mbajtur për disa orë. Ky trajtim duhet bërë çdo mbrëmje. Vitamina E hidraton lëkurën, zbeh rrudhat dhe ushqen ato me antioksidant. Uthulla e mollës. Përzini një lugë gjelle me uthull molle dhe një lugë gjelle me mjalt. Aplikojeni maskën në lëkurë dhe në qafë, mbajini për 15 deri në 20 minuta dhe shpëlajini me ujë të vakët. Këtë maskë duhet që ta bëni 2 herë në javë. Uthulla e mollës ruan ekuilibrat e pH-it ndërkohë që mjalti i jep fytyrës një shkëlqim rinor. E bardha e vezës. Rriheni të bardhën e një veze dhe vendoseni në lëkurë, prisni sa të thajë dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Kjo maskë e përshtatshme për lëkurat me yndyrë duhet bërë 2 herë në javë. E bardha e vezës tendos lëkurën dhe zbeh rrudhat. Avokado. Tulin e avokados mundet që ta shtypni në një mikser dore dhe maskën ta mbani në fytyrë për 20 deri në 30 minuta. Kjo maskë duhet bërë të paktën deri në 2 herë në javë. Avokado zbut rrudhat dhe i jep lëkurës tuaj shëndet, gjallëri dhe shkëlqim. Aloe vera. Përzini një lugë gjelle me xhelin e aloe verës me të bardhën e një veze. Maskën mbajeni për gjysmë ore dhe më pas mundet që ta shpëlani atë me ujë të vakët. Xheli i aloe verës po ashtu është një burim i pasur i vitaminës E dhe ai bashkëpunon mirë kundër rrudhave me të bardhën e vezës. Lëngu i limonit. Përzini sasi të barabarta të mjaltit dhe të lëngut të limonit. Maskën mbajini në fytyrë për 10 minuta. Lëngu i limonit përmban vitaminë C dhe nxit formimin e kolagjenit i cili zbeh rrudhat. Soda e bukës. E gjitha çfarë ju duhet të bëni është që të përzjeni një lugë gjelle me sodë buke dhe një lugë gjelle me ujë. Fërkojeni lëkurën tuaj me lëvizje rrethore për disa minuta ose aplikojeni atë si një maskë dhe mbajini në fytyrë për 10 minuta. Sipas ekspertëve, soda e bukës do të heqë të gjitha qelizat e vdekura dhe gjithashtu do të përmirësoj qarkullimin e gjakut në fytyrën tuaj, si edhe njëkohësisht do të parandaloj shfaqjen e rrudhave dhe do të zbeh ato të cilat tashmë gjenden në fytyrën tuaj. Mirë po duhet të dini, para se t'i aplikoni këto receta, siguroni që asnjë prej përbërësve nuk ju shkakton alergji. Aplikoni pak nga ajo në lëkurën e dorës tuaj për të parë se si lëkura juaj do të reagojë. Informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.